Mes një stuje kaotike, një aksident për pak I mori jetën dikujt. Nga ana tjetër e qytetit, dikush me një të shkuar të harruar vendosi të dhuronte gjakun që mund të shpëtonte. Por ajo që dukej thjesht një gjest mirësie hapi dyert për një llogari të papritur. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Zhurma shurdhuese e metalit që shtrembëroi jehoi në bulevardin kryesor të Tiranës. Ishte një pasdite e zakonshme e së martës, por shiu I rrëmbyeshëm I kishte shndërruar rrugët në lumenj të rrezikshëm. Olta mbante fort timonin e sedanit të saj të importuar kur semafori ndërroi në jeshile. Nuk pati kohë të shihte kamionin që rrëshiti në pistën e lagur. Goditja ishte e dhunshme. Makina luksoze u shkatërrua plotësisht në anën e djathtë dhe Olta u hodh kundër derës së shoferit. Për disa sekonda, gjithçka u qetësua, vetëm zhurma e shiut që binte në asfalt thyente qetësinë ogurëzes të aksidentit. Nga ana tjetër e qytetit, në spitalin qendror publik, Markov shinte djersën nga balli me mëngën e këmishës së punës. Kishte kaluar 4 orët e fundit duke rregulluar sistemin e kondicionerit të urgjencës, një punë që duhej të ishte bërë javë më parë, por fondet gjithmonë vonoheshin. Vajza e tij, Ana, priste me durim në korridor, duke luajtur me një kukull lecke të vjetër që nuk I ndahej kurrë nga duar. Babi, sa kohë ka akoma? Pyeti vajza 7 vjeçare, duke lëvizur këmbët në karrigen plastike. Edhe pak, shpirti im. Kondicioneri pothuajse po funksionon në mënyrë perfekte. Ana buzëqeshi. Ishte mësuar të priste. Gjithmonë priste ndërsa ati punonte, qoftë në spital, në zyrën tregtare ku bënte mirëmbajtjen natën, apo në fundjavë në shtëpi private. Marko punonte pa u lodhur për të siguruar që asaj të mos I mungonte asgjë, edhe nëse kjo do të thoshte të flinte vetëm 4 orë në natë. Zhurma e fortë e sirenës theu ajrin kur ambulanca mbërriti në spital. Marko po bënte rregullimet e fundit në pajisje kur pa lëvizjen intensive në urgjencë. Paramedikët vraponin duke shtyrë një barel ku një grua ishte pa ndjenja, me plagë të rënda. Nevojitet urgjentisht gjak I tipit AB negativ, bërtiti një nga mjekët. Është jashtëzakonisht e rrallë, kemi pak në bankën e gjakut. Marko ndaloi menjëherë atë që po bënte. AB negativ. Ai e njihte mirë këtë klasifikim, ishte I njëjti tip gjaku që mbante në vena. E kishte zbuluar vite më parë, kur Ana kishte lindur para kohe dhe kishte nevojë për kujdes të veçantë. Në atë kohë, mjekët shpjeguan se më pak se 1% e popullsisë kishte këtë tip gjaku. Gruaja në barel po humbiste shumë gjak. Edhe nga larg, Marko mund të shihte gravitetin e situatës. Mjekët vraponin para e prapa, duke u përpjekur ta stabilizonin, por ishte e qartë se kishin nevojë për më shumë gjak për transfuzion. Doktor. Marko ju afrua ekipit mjekësor. Unë kam gjak AB negativ. Mund të ndihmoj? Mjeku e shikoi me habi dhe lehtësim. Jeni I sigurt për tipin tuaj të gjakut? Absolutisht. Kam analizat në shtëpi, por kam dhuruar edhe më parë. Marko tashmë po hiqte këmishën e punës. Bëni testet që ju duhen, por me urgjencë. Brenda pak minutash, Marko ishte shtrirë në një barel pranë, me një gjilpër në krah, duke parë gjakun e tij të rrifte përmes tubave transparente. Ana u shqetësua kur pa të atin në atë situatë, por ai e qetësoi me një buzëqeshje. Babi po ndihmon dikë që ka shumë nevojë, ashtu siç të ndihmuan mjekët ty kur linde. Vajza pohoi me kokë, duke kuptuar rëndësinë e momentit. Ajo mbajti dorën e lirë të atit ndërsa vëzhgonte procesin e dhurimit. Në sallën e operacionit, Olta ishte mes jetës dhe vdekjes. Kirurgët punonin kundër kohës për të ndaluar hemorragjit e brendshme dhe për të riparuar dëmet e shkaktuara nga aksidenti. Gjaku I Markos mbërriti pikërisht në momentin kur ajo kishte më shumë nevojë. Presioni po stabilizohet, njoftoi një nga mjekët. Transfuzioni po funksionon. Ndërkohë, në korridor, Marko përfundonte dhurimin e tij. Ai ndihej pak I trullosur, por I kënaqur që mund të ndihmonte. Mjeku që e kishte asistuar ishte I impresionuar nga gatishmëria e tij për të ndihmuar një të panjohur të plodh. Shumë faleminderit për atë që bëtë sot. Kjo grua ju detyron jetën. Shpresoj që ajo të shërohet mirë, u përgjigj Marko, duke veshur sërish këmishën e punës. Nuk ju nevojitet emri im për asgjë, apo jo? Thjesht doja të ndihmoja. Mjeku pohoi me kokë.
Shumë dhurues preferonin të mbeteshin anonim, ishte diçka e zakonshme dhe e respektuar në spital. Marko e mori anën për dore dhe të dy u larguan nga spitali. Duhej të arrinte shpejt në punën e dytë, ku punonte si ndihmës pastrues në një ndërtesë tregtare në qendër të qytetit. Ana do ta shoqëronte, si gjithmonë, duke bërë detyrat e shtëpisë në një dhomë bosh ndërsa ai punonte. Babi, a do të bëhet mirë zonja? Pyeti Ana në autobus. Shpresoj po, bia ime. Prandaj ndihmojmë kur mundemi, apo jo? Ana buzëqeshi dhe mbështeti kokën në shpatullën e të atit. Edhe pse ishte kaq e vogël, ajo kuptonte se Jati ishte një person i veçantë, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte të tjerët edhe kur ata vetë kishin kaq pak. Orë më vonë, në njësinë e kujdesit intensiv, Olta filloi të shfaqte shenja përmirësimi. Shenjat e saj vitale po stabilizoheshin dhe mjekët shfaqnin optimizëm të kujdesshëm. Ajo ishte ende pa ndjenja, por më e keqja kishte kaluar. Në recepcionin e spitalit filluan të mbërrinin njerëz të rëndësishëm. Partner të kompanisë së Oltës, asistent ekzekutiv, avokat. Të gjithë donin të dinin detaje rreth gjendjes së biznesmenes së fuqishme që drejtonte një nga grupet më të mëdha të biznesit në rajon. Rosa, asistentja e saj personale prej më shumë se 10 vjetësh, qëndronte në spital duke koordinuar gjithçka. Ajo e njihte Oltën më mirë se kushdo dhe e dinte se sa e urrente shefja e saj shfaqjet e tepërta të shqetësimit. Megjithatë, nuk mund të fshihte ankthin e saj. Si është, doktor? Pyeti Rosa kur kirurgu doli nga reanimacioni. Stabile, por ende duhet ta monitorojmë. Ajo që i shpëtoi jetën ishte transfuzioni i gjakut që arritëm të bënim në kohë. Kishim fat që gjetëm një dhurues të përshtatshëm. Dhurues? Dikush dhuroi gjak posaçërisht për të? Një djalë që punon këtu në spital. Tip gjaku shumë i rrallë, AB negativ. Po të mos ishte ai, nuk e di nëse do të kishim mundur ta shpëtonim. Rosa u mendua. Olta thoshte gjithmonë se nuk besonte në rastësi, se çdo gjë në jetën e biznesit kishte një arsye. Ndoshta kjo situatë nuk ishte ndryshe. Ndërkohë, Marko arrinte në ndërtesën ku punonte çdo natë. Administratori e përshëndeti dhe i dha çelsat. Ana u vendos në një nga sallat e mbledhjeve bosh, duke shpërndar fletoret e saj mbi tryezën e madhe prej xhami. Nuk do të vonohem shumë sot, princesh. Janë vetëm 3 kate për t'i pastruar. Ana pohoi me kokë dhe u zhyt në detyrat e shtëpisë. Matematika nuk kishte qenë kur pika e saj e fortë, por ajo përpiqej sepse e dinte sa e rëndësishme ishte për të atin që ajo të kishte nota të mira në shkollë. Marko filloi të punonte nga kati i përdhe. Ndërsa pastronte, mendonte për gruan në spital. A kishte ajo familje? Fëmijë? Dikush që e priste në shtëpi? Ai nuk mund ta imagjinonte se si do të ishte të linte anën vetëm në botë nëse diçka i ndodhte atij. Ky shqetësim i vazhdueshëm për të ardhmen e vajzës ishte ajo që e motivonte të punonte kaq shumë. Marko e dinte se nuk mund t'i ofronte anës luks, por mund t'i garantonte arsim, dashuri dhe, mbi të gjitha, të ishte gjithmonë i pranishëm në jetën e saj. Lart, Ana kishte mbaruar detyrën e matematikës dhe kishte filluar të vizatonte. Ishte hobi i saj i preferuar, veçanërisht kur vizatonte shtëpi të mëdha me kopshte me lule. Gjithmonë përfshinte një burr të gjatë dhe një vajzë të vogël në vizatime, ndonjëherë shtonte një grua të buzëqeshur që ajo imagjinonte si do të ishte të kishte një nën. Ndërtesa ishte e qetë atë natë. Vetëm zhurma e fshesës me korrent dhe hapat e Markos jehojnin në korridoret bosh. Atij i pëlqente ky moment paqeje, kur mund të punonte me ritmin e tij dhe të mendonte për jetën. Kthyer në spital, Olta më në fund hapi sy. Pamja ishte e turbull dhe fyti i thatë, por ajo ishte e vetëdijshme. Rosa ishte personi i parë që pa pranë saj. Olta. Faleminderit Zotit që u zgjove, tha Rosa, duke i mbajtur dorën. Çfarë ndodhi? Zëri i saj doli i dobët dhe i ngjirur. Pësove një aksident me makinë. Por gjithçka është mirë tani, do të shërohesh plotësisht. Olta u përpoq të kujtonte detajet, por kujtesa e saj ishte e fragmentuar. Kujtonte shiun, semaforin jeshile, pastaj asgjë derisa në atë moment në spital. Sa kohë kam qenë? 2 ditë. Hume shumë gjak, por arrite të marrësh një transfuzion në kohë. Transfuzion? Nga erdhi gjaku? Rosa hezitoi për një moment. Një dhurues këtu nga spitali.
Dikush me të njëjtin tip gjaku si ju. Olta mbylli sytë duke përpunuar informacionin. Jeta e saj ishte shpëtuar nga një i panjohur. Kjo realitet e shqetësonte në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte. Ajo ishte mësuar të kontrollonte gjithçka, të blinte zgjidhje, të zgjidhte probleme me para dhe ndikim. Por këtë herë jeta e saj varej nga mirësia falas e dikujt që as nuk e njihte. Dua të di kush ishte, tha me vendosmëri, edhe pse ende e dobët. Olta, duhet të pushosh tani. Mund të flasim për këtë kur të jesh më mirë. Por Olta nuk ishte tipi i personit që i linte çështjet të hapura. Edhe pse e dobësuar, mendja e saj tashmë po punonte, duke u përpjekur të kuptonte se si mund ta shpërblente atë gjestë që i kishte shpëtuar jetën. Nata vazhdonte e qetë në ndërtesën tregtare. Marko po përfundonte pastrimin e katit të fundit kur dëgjoi Anën duke e thirrur. Ajo kishte zënë gjumin mbi libra dhe u zgjua e çorientuar. Ke mbaruar, babi? Po thuajse, shpirti im. Vetëm duhet t'i vendosim materialet në vend. Ana ushtri dhe ndihmoi të atin të organizonte produktet e pastrimit në karrocë. Ishte një rutinë që ata e kryenin së bashku prej më shumë se 2 vjetësh, që kur Marko kishte marrë këtë punë të dy. Rrugës për në shtëpi, në autobusin pothuajse bosh të agimit, Ana pyeti nëse i ati ndihej mirë. Ajo kishte vënë re se ai dukej më i lodhur se zakonisht. Thjesht pak i dobët për shkak të dhurimit të gjakut, por do të kaloj. Ishe shumë i guximshëm sot, babi. Marko buzëqeshi dhe përqafoi vajzën. Çdo njeri do të bënte të njëjtën gjë, princesh. Por Ana e dinte se i ati ishte i veçantë. Edhe me të gjitha vështirësitë që përballonin, ai gjithmonë gjente një mënyrë për të ndihmuar të tjerët. Ishte një mësim që ajo do ta mbante gjatë gjithë jetës. Kur mbërritën në apartamentin e vogël që ndanin në rrethinat e Tiranës, Marko përgatiti një ushqim të shpejtë për Anën dhe e vuri në gjumë. Ai ende duhej të studionte për një provim ricertifikimi profesional që do të bënte në fund të muajit, një përpjekje për t'u kthyer në punë në fushën e inxhinierisë. Ulur në tryezën e kuzhinës, i rrethuar nga libra teknik dhe fletore, Marko i lejoi vetes të ëndërronte për një të ardhme më të mirë për të dhe Anën. Ndoshta shpejt do të gjente një punë më të mirë, ndoshta do të mund të shpërnguleshin në një apartament më të madh, ndoshta Ana do të mund të kishte të gjitha mundësitë që meritonte. Ajo që Marko nuk e dinte ishte se jeta e tij ishte gati të ndryshonte në një mënyrë që ai kur nuk do ta imagjinonte. Një javë pas aksidentit, Olta ishte tashmë në shtëpi duke u shëruar. Penthose i saj në zonën më elitare të Tiranës nuk kishte qenë kur kaq i qetë. E mësuar me lëvizjen e vazhdueshme të takimeve, telefonatave dhe vendimeve të biznesit, pushimi i detyruar e linte të shqetësuar dhe reflektive. Roza vinte çdo mëngjes me raporte, dokumente për të nënshkruar dhe përditësime rreth biznesit. Por Olta gjithmonë e devionte bisedën në të njëjtën temë, dhuruesi anonim që i kishte shpëtuar jetën. Ke zbuluar ndonjë gjë të re? Pyeti Olta, ndërsa Roza organizonte letrat mbi tavolinën e kafes në dhomën e ndenjes. Ende po përpiqem. Spitali ka politika të rrepta për privatësinë e dhuruesve. Por arrita të marr disa informacione bazë me një kontakt në administratë. Olta u drejtua në divan duke shfaqur interes të menjëhershëm. Dhuruesi është punonjës i spitalit, punon në mirëmbajtje. Burri, mes 30 dhe 40 vjeç, ka një vajzë të vogël që e shoqëronte ditën e dhurimit. Vetëm kaq? Për momentin, po. Por po punoj për të marrë më shumë detaje. Roza hezitoi para se të vazhdonte. E njihte Oltën prej kohësh sa për të ditur se shefja e saj po zhvillonte një obsesion për të zbuluar identitetin e burrit që e kishte shpëtuar. Nuk ishte thjesht mirënjohje, ishte diçka më e thellë, sikur ajo të kishte nevojë të kuptonte pse dikush do të bënte një sakrificë të tillë pa pritur asgjë në këmbim. Olta, je e sigurt që do ta gjesh këtë person? Ndoshta ai preferon të ruaj anonimitetin për ndonjë arsye. Roza, ky burr më dha një shans të dytë në jetë. Më e pakta që mund të bëj është ta falenderoj personalisht dhe t'i ofroj një shpërblim të përshtatshëm. Por thellë brenda, Olta e dinte se motivet e saj ishin më komplekse. Aksidenti kishte ngjallur tek ajo një ndjeshmëri të çuditshme. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo kishte varur plotësisht nga mirësia e një personi tjetër, pa mundur të ofronte asgjë në këmbim. Kjo ndjenjë e shqetësonte dhe e magjepste njëkohësisht. Ndërkohë, Marko vazhdonte rutinën e tij të zakonshme.
Çdo mëngjes e çonte Anën në shkollë para se të shkonte në spital, ku përveç punës së mirëmbajtjes, her pas here ndihmonte me riparime të vogla urgjente. Ai ishte një burr i dashur mes punonjësve, gjithmonë i gatshëm të zgjidhte problemet që shfaqeshin jashtë orarit normal. Atë mëngjes specifik, Marko po rregullonte një rrjedhje në lavanderinë e spitalit kur dëgjoi dy infermiere duke biseduar. Dëgjova se biznesmenja që pësoi atë aksident po ofron një shpërblim për të gjetur dhuruesin që e shpëtoi, komentoi njëra prej tyre. Seriozisht? Sa? Nuk e di vlerën e saktë, por thonë se është një shumë e konsiderueshme. Marko ndaloi atë që po bënte. Nuk priste që veprimi i tij të bëhej temë bisede në spital. Ai kishte dhuruar gjak sepse ishte gjëja e duhur për të bërë, jo sepse priste ndonjë njohje apo shpërblim. Ideja se dikush po e kërkonte e bënte të ndihej i pakëndshëm. Marko kishte mësuar të vlerësonte privatësinë e tij dhe jetën e thjeshtë që kishte ndërtuar me Anën. Nuk donte komplikime, veçanërisht nga njerëz të botës korporative që ai kishte lënë pas vite më parë. Gjatë drekës, Marko vendosi të fliste me Durgashin, mjekun që kishte koordinuar transfuzionin. Doktor, është e vërtetë që pacientja e aksidentit po kërkon dhuruesin? Ah, Marko. Po, asistentja e saj erdhi këtu disa herë duke bërë pyetje. Por mund të qëndroni i qetë, nuk e zbuluam identitetin tuaj. Preferoj të mbetet kështu, nëse është e mundur. Durgashi e vëzhgoi me kureshtje. A mund të pyes pse? Ajo po ofron një shpërblim bujar. Marko hezitoi. Si ti shpjegonte se parat nuk ishin shqetësimi i tij kryesor? Si të thoshte se kishte mësuar në mënyrën më të keqe të mundshme se bota e të fuqishmëve mund të ishte mizore dhe e paparashikueshme? Thjesht dua të mbaj jetën time të thjesht, doktor. Bëra atë që çdo njeri duhet të bëjë. Kuptoj. Privatësia juaj do të respektohet. Por Marko e dinte se sekretet në spitale ishin të vështira për të ruajtur. Herët avon, dikush do të zbulonte identitetin e tij. Atë pas dite, Ana ishte veçanërisht e folur. Në shkollë, ajo kishte bërë një prezantim për profesionet dhe kishte zgjedhur të fliste për të atin. Babi, mësuesja u impresionua kur i thash se ti ishe inxhinier më parë. Marko gati u mbyt me kafen. Çfarë tjetër tregove, shpirti im? Që ti je shumë i zgjuar dhe di të rregullosh gjithçka. Dhe që ti ndihmove në ndërtimin e ndërtesave të rëndësishme në qytet para se të lindja unë. Ana nuk e kuptonte plotësisht të shkuarën e të atit, por e dinte se ai ishte i veçantë. Marko ishte kujdesur të mos i transmetonte kur hidhërim apo pakënaqësi vajzës. Për të, i ati ishte thjesht njeriu më i guximshëm dhe më i zgjuar në botë. Mësuesja tha se duhej të kthehesh të punoje si inxhinier. Pse nuk kthehesh, babi? Pyetja e pafajshme e Anës preku një plagë ende të ndjeshme. Marko ishte përpjekur të kthehej në profesion disa herë gjatë viteve të fundit, por dyert mbylleshin sistematikisht. Reputacioni i tij ishte njollosur në mënyrë të pakthyeshme dhe tregu i inxhinierisë në Tiranë ishte i vogël dhe i lidhur. Të gjithë e dinin historinë e tij. Ndonjëherë jeta na çon në rrugë të tjera, princesh. E rëndësishme është të bëjmë më të mirën në çdo punë që kemi. Por natën, kur Ana flinte, Marko kthehej të studionte. Ai mbahej i azhurnuar me teknologjitë dhe rregulloret e reja të fushës. Një pjesë e vogël e tij ende shpresonte se një ditë do të mund të provonte pafajësinë e tij dhe të rifillonte karrierën që e donte. Në apartamentin luksoz, Olta gjithashtu kalonte netët zgjuar. Roza kishte arritur të aksesonte diskretisht disa imazhe nga kamerat e sigurisë së spitalit të ditës së aksidentit. Nuk ishin shumë të qarta, por tregonin një burr me uniformë blu mirëmbajtjeje që ecte në korridore me një fëmijë të vogël. Është ai, tha Olta, duke parë imazhet në laptop. Jam e sigurt. Si mund të jesh e sigurt? Cilësia nuk është shumë e mirë. Qëndrimi, mënyra si ecën duke mbajtur dorën e fëmijës. Ka diçka familjare. Roza rudhi ballin. Familjare? Mendon se e ke njohur më parë këtë burr? Nuk e di, ndoshta është thjesht një përshtypje. Por Olta nuk mund të shpëtonte nga ndjenja se e kishte takuar atë burr më parë. Diçka në siluetën e tij zgjonte një kujtesë të vagull, të pasaktë. Mëngjesin tjetër, Roza mori një vendim. Ajo do të shkonte në spital dhe do të provonte një qasje më direkte.
Ajo njite disa punonjes të administratës dhe ndoshta mund të merrte më shumë informacione pa shkelur zyrtarisht politikën e privatësisë. Kur mbërriti në spital, Roza shkoi direkt në sektorin e burimeve njerëzore. Shoqja e saj, Klara, punonte aty prej vitesh dhe kishte qenë gjithmonë e gatshme të ndihmonte. Klara, kam nevojë për ndihmën tënde në një situatë delikate. Për çfarë bëhet fjalë? Po përpiqem të gjej një punonjes të mirëmbajtjes që dhuroi gjak një javë më parë. Shefja ime dëshiron ta falenderoj personalisht. Klara hezitoi. Roza, ti e di që nuk mund të jap informacione personale të punonjesve. Nuk po kërkoj të dhëna personale. Thjesht doja të dija nëse është e mundur t'i dërgoj një mesazh. Pas disa minutash reflektimi, Klara ra dakord. Mund të provoj. Si e ka emrin? Këtu është problemi. Nuk e dim emrin. Dim vetëm se punon në mirëmbajtje, është midis 30 dhe 40 vjeç dhe ishte me një fëmijë ditën e dhurimit. Ky mund të jetë Marko. Ai është i vetmi punonjes i mirëmbajtjes që sjell vajzën e tij në punë her pas here. Marko. Roza përsëriti emrin duke e memorizuar. A mund të më thuash më shumë për të? Është një person shumë i dashur këtu. Punëtor, gjithmonë i gatshëm të ndihmoj. Ka një vajzë të vogël, shumë të edukuar. Ata duket se kanë një marrëdhënie shumë të ngushtë. Dhe sa kohë ka që punon këtu? Rreth 2 vjet, pak a shumë. Para kësaj, mendoj se ai punonte në një fushë tjetër, por nuk i di detajet. Roza falenderoi dhe u largua nga spitali me informacione të vlefshme. Tani kishte një emër dhe mund të fillonte një hetim më të drejtuar. Ndërkohë, Marko ishte në çatinë e spitalit duke kontrolluar sistemin e shkarkimit kur pa Rozën duke biseduar me Klarën në oborrin e brendshëm. Diçka te ajo grua elegante e shqetësonte. Ajo qartësisht nuk i përkiste ambientit spitalor dhe dukej se po hetonte diçka. Një ndjenje e keqe pushtoi Markon. Ai kishte zhvilluar një instinkt të mbret për të zbuluar problemet, si pasojë e viteve të vështira që kishte jetuar. Dhe ajo grua përfaqësonte një lloj kërcënimi për paqen që ai kishte ndërtuar. Kur mbaroi punën, Marko zbriti diskretisht dhe pyeti Klarën kush ishte vizitorja. Ishte asistentja e asaj biznesmeneje që pësoi aksidentin javën e kaluar. Ajo po kërkon dhuruesin që i shpëtoi jetën shefes së saj. Gjaku i Markos u fto. Çfarë i the? Asgjë më shumë. Thjesht përmenda se ti ishe i vetmi nga mirëmbajtja që sjell fëmijë në punë. Marko u përpoq të ruante qetësinë, por brenda tij ishte në panik. Identiteti i tij ishte zbuluar pjesërisht dhe ishte çështje kohe derisa të gjenin emrin e tij të plotë. Atë natë, ai mezi arriti të flinte. Qëndroi duke parë anën duke fjetur dhe duke menduar për të gjitha komplikimet që mund të lindnin. Njerëzit e fuqishëm kishin mënyra për të zbuluar informacione që njerëzit e zakonshëm nuk mund t'i imagjinonin. Ditën tjetër, Marko mori një vendim. Ai do të fliste me Dërgashin dhe do të kërkonte transferim në një sektor tjetër të spitalit, ndoshta edhe do të kërkonte punë diku tjetër. Mbrojtja e anës dhe jetës së thjeshtë që kishin ndërtuar ishte prioriteti i tij absolut. Por kur mbërriti në spital, zbuloi se Roza ishte kthyer. Këtë herë, ajo po bisedonte direkt me mbikëqyrësen e mirëmbajtjes. Marko vëzhgoi nga larg ndërsa ajo tregonte fotot nga kamerat e sigurisë. Është ai, tha mbikëqyrësja, duke treguar Markon që punonte në anën tjetër të korridorit. Marko sallën. Punonjes i shkëlqyer, shumë i përgjegjshëm. Roza ndoqi shikimin e mbikëqyrëses dhe më në fund pa burrin që kërkonte. Edhe nga larg, ajo mund të vërente të njëjtin qëndrim nga imazhet e sigurisë. I gjatë, flokë të errët paksa gri, lëvizje të sakta dhe të sigurta të dikujt që dinte saktësisht çfarë po bënte. Marko ndjeu se po vëzhgoi dhe shikoi në drejtim të dy grave. Për një moment, sytë e tij u takuan me ata të Rozës. Në atë çast, ai e dinte se jeta e tij e qetë kishte marrë fund. Roza buzëqeshi dhe i bëri një shenjë diskrete, por Marko thjesht shmangu shikimin dhe vazhdoi të punonte. Ajo mund të kuptonte se ai ishte i pakëndshëm me vëmendjen. Ai është gjithmonë kështu, i rezervuar, pyeti Roza mbikëqyrësen. Marko është një person shumë diskret. Por është e pamundur të gjesh dikë më të besueshëm dhe kompetent. A mund të flas me të? Sigurisht, por ndoshta është më mirë të prisni pushimin e tij. Ai e merr punën shumë seriozisht.
Roza vendosi të priste. Ajo ishte gati të takojë ball për ball me burrin që i kishte shpëtuar jetën Oltës dhe një ankth i çuditshëm e pushtonte. Kishte diçka në historinë e atij punonjësi që nuk përputhej plotësisht. Një burr me qëndrimin dhe sigurinë e tij që punonte në mirëmbajtjen e një spitali duke i papërshtatshëm. Kur më në fund erdhi ora e pushimit, Marko nuk pati zgjidhje tjetër veç se të përballej me situatën që kishte provuar aq shumë të shmangte. Marko e dinte se nuk mund ta shmangte takimin më gjallë. Gjatë pushimit u drejtua drejt mensës së spitalit me hapa të ngadaltë, duke u përgatitur mendërisht për një bisedë që preferonte të mos e kishte. Roza e priste në një tryez të izoluar me 2 kafe para saj. Marko sallën, ajo u ngrit kur ai u afrua. Emri im është Roza. Jam asistente ekzekutive e gruas, jetën e së cilës e shpëtuat ju. Marko pohoi shkurt, por qëndroi në këmbë. Si mund t'ju ndihmoj? A mund të uleni? Do të doja të flisja me Zotin për atë që ndodhi javën e kaluar. Me hezitim, Marko zuri karrigen para saj. Roza mund ta vëzhgonte më nga afër dhe u impresionua. Kishte një inteligjencë të dukshme në sytë e tij, një mënyrë për të shprehur që kontrastonte me uniformën e thjeshtë që vishte. Shefja ime, Olta Alianca, do të dëshironte shumë t'ju takonte personalisht. Ajo dëshiron t'ju falenderoj për atë që bëte. Nuk është e nevojshme. Çdo njeri do të bënte të njëjtën gjë. Por jo çdo njeri ka gjak AB negativ, Roza buzëqeshi. Ju fjalë për fjalë i shpëtuat jetën. Marko piu një glënjë kafe duke menduar me kujdes fjalët. Shpresoj që ajo të jetë duke u shëruar mirë. Por preferoj të mos përfshihem personalisht në situatë. A mund të pyes pse? Pyetja ishte e drejtë për drejtë dhe Marko ndjeu se Roza nuk ishte tipi i personit që do të pranonte lehtësisht evazionet. Kishte një vendosmëri në sytë e saj që i kujtonte drejtueset me të cilat ai punonte vite më parë. Kam një jetë të thjeshtë dhe një vajzë të vogël. Nuk dua komplikime. Çfarë lloj komplikimesh mendoni se mund të lindin? Marko e studioi për një moment. Kam punuar në botën korporative më parë, zonja Roza. E di si funksionojnë këto gjëra. Njerëzit e fuqishëm nuk u pëlqen të kenë borxhe, veçanërisht ndaj njerëzve si unë. Roza u intrigua. Njerëz si ju? Punonjes të mirëmbajtjes në spitale publike. Por kishte diçka më shumë në përgjigjen e tij, një hidhërim subtil që ajo arriti ta kapte. Ju thatë se keni punuar në botën korporative. Në çfarë fushë? Marko hezitoi. Kjo ishte pikërisht biseda që donte të shmangte. Inxhinieri. Shumë kohë më parë. Inxhinieria është një profesion i respektuar. Çfarë ju bëri të ndryshoni fushë? Pyetja preku një plag ende të ndjeshme. Marko mbaroi kafen dhe u përgatit të ngrihej. Zonja Roza, faleminderit për interesin, por vërtet duhet të kthehem në punë. Marko, të lutem. Roza e preku lehtësisht në krah. Olta nuk është tipi i personit që heq dorë lehtësisht. Nëse nuk jeni ju ai që tregon historinë tuaj, ajo do ta zbulojë me mjete të tjera. Kërcënimi ishte subtil, por i qartë. Marko pshërtiu duke kuptuar se ishte në një situatë pa rrugdalje. Çfarë dëshiron të di ajo saktësisht? Së pari, ajo dëshiron t'ju falenderoj personalisht. Së dyti, ajo do të dëshironte të ofronte një shpërblim për atë që bëte. Nuk dua para. Atëherë ndoshta mund të mendojmë për një formë tjetër shpërblimi. A keni ndonjë ëndër, ndonjë objektiv që do të dëshironim t'ju ndihmonim ta realizonit? Marko mendoi menjëherë për Anën. Për të gjitha mundësitë që do të dëshironte t'i jepte asaj, për të gjitha planet që ishin ndërprer kur jeta e tij profesionale u shem. Vajza ime, tha më në fund. Gjithçka që dua është të siguroj një të ardhme më të mirë për të. Roza buzëqeshi. Atëherë kemi një bazë për të biseduar. Olta adhuron të ndihmoj fëmijët e talentuar të realizojnë potencialin e tyre. Vajza ime nuk është një projekt bamirësie. Dhe ne nuk po ofrojmë bamirësi. Po ofrojmë mirënjohje. Marko mbeti në heshtje për disa minuta duke peshuar opsionet e tij. Nga njëra anë donte të mbronte jetën private që kishte ndërtuar me aq shumë përpjekje. Nga ana tjetër nuk mund të mohonte se mundësitë për Anën ishin të kufizuara me situatën e tij aktuale financiare.
Nëse pranoj të flas me shefen tuaj, kjo mbetet mes nesh të treve? Absolutisht. Olta e vlerëson shumë privatësinë. Dhe vajza ime nuk do të përfshihet në asgjë nga kjo. Vetëm nëse ju dëshironi që ajo të përfshihet. Marko më në fund pohoi me kokë. Ku dhe kur? Olta ende po shërohet në shtëpi. Çfarë thua për nesër pasdite, pas orarit tuaj të punës? A mund ta marr anën me vete? Nuk kam me këta lë. Roza buzëqeshi. Sigurisht. Olta do të jetë e kënaqur ta takoj. Kur Marko u kthye në punë, mendja e tij ishte e trazuar. Kishte marrë një vendim që mund të ndryshonte gjithçka, për mirë ose për keq. Por një pjesë e tij, pjesa që ende ëndërronte për një të ardhme më të mirë për anën, ishte kurioze të takonte gruan jetën e së cilës kishte shpëtuar. Në fund të pasdites, kur Marko arriti në shkollë për të marrë anën, ajo vuri re menjëherë se diçka ishte ndryshe. Ka ndodhur diçka, babi? A të kujtohet zonja nga spitali që e ndihmova duke dhuruar gjak? Ajo dëshiron të më takoj për të falënderuar. Seriozisht? Ana u emocionua. A është më mirë tani? Po shërohet. Dhe ajo do të dëshironte të takonte edhe ty. Pse dëshiron të më takoj mua? Marko ndaloi për të menduar përgjigjen. Mendoj se ajo dëshiron të njohë familjen e personit që e ndihmoi. Ana buzëqeshi. Atëherë jemi një familje e rëndësishme tani? Gjithmonë kemi qenë të rëndësishëm, shpirti im. Por ndoshta edhe njerëz të tjerë po fillojnë ta kuptojnë këtë. Atë natë, Marko bëri një bisedë serioze me Anën rreth takimit të ditës tjetër. I shpjegoi se do të shkonin në shtëpinë e një gruaje shumë të pasur dhe të rëndësishme, dhe se ajo duhej të sillej me edukat. A është ajo si një princesh, babi? Diçka e tillë. Ajo është pronare e një kompanie shumë të madhe. Dhe ajo vërtet dëshiron të më takojë mua? Po, dëshiron. Por mbaj mend, ne jemi thjesht vizitor. Mos prek asgjë pa leje dhe thuaj gjithmonë ju lutem dhe faleminderit. Ana pohoi me kokë seriozisht. Ajo ishte mësuar me mësimet e edukatës së të atit dhe dinte si të sillej në situata të ndryshme. Ndërkohë, Olta kalonte natën me ankth. Roza kishte telefonuar duke treguar për takimin me Markon dhe duke caktuar takimin për ditën tjetër. Për herë të parë që nga aksidenti, ajo ndihej vërtet nervoze. Roza, më trego gjithçka rreth ti, kërkoi Olta gjatë një telefonate natën. Është një burr interesant. Ka diçka tek ai që nuk përputhet plotësisht me punën që bën aktualisht. Si kështu? Mënyra si flet, si shprehet, qëndrimi. Ai përmendi se kishte qenë inxhinier. Olta rudhi ballin. Inxhinier që punon në mirëmbajtje spitali? Kjo nuk ka kuptim. Pikërisht atë që mendova. Ka patjetër një histori pas kësaj ndryshimi karriere. Dhe vajza? Ai është shumë mbrojtës ndaj saj. Ishte gjëja e parë që përmendi kur folën për forma të mundshme shpërblimi. Olta e mbylli telefonatën edhe më kurioze. Një inxhinier që punonte në mirëmbajtje, baba i vetëm, mbrojtës i vajzës së tij. Kishte pjesë të një enigme që ajo ishte e etur t'i bashkonte. Mëngjesin tjetër, Marko u zgjua herët dhe përgatiti një mëngjes të veçantë për Anën. Petulla me mjaltë, ushqimi i saj i preferuar për raste të veçanta. Pse po ham petulla sot, babi? Sepse sot është një ditë e veçantë. Do të takojmë dikë shumë të rëndësishëm. Ana hëngri me oreks ndërsa Marko rishikonte mendërisht atë që do t'i thoshte Oltës. Ai kishte vendosur të ishte i sinqert për situatën e tij aktuale, por pa hyrë në detaje rreth rrethanave që e kishin çuar në atë jetë. Në spital, Marko punoi me më shumë kujdes se zakonisht. Donte të mbaronte të gjitha detyrat e prapambetura para se të largohej më herët. Disa kolegë vënë re se ai duke i menduar. Gjithçka në rregull, Marko, pyeti Dërgashi gjatë një pushimi. Po, doktor. Thjesht po mendoj për disa gjëra. Dëgjova se pacientja e aksidentit dëshiron t'ju takoj. Është një nder i madh. Shpresoj të jetë diçka e thjeshtë. Olta Alianca është një nga biznesmenet më të respektuara të Tiranës. Nëse ajo dëshiron t'ju takoj, është sepse ju keni bërë një përshtypje shumë pozitive. Marko pohoi me kokë, por brenda tij ndihej gjithnjë e më nervoz. E njihte reputacionin e Oltës Alianca në botën e biznesit.
Ajo njihej si e pamëshirshme, e vendosur dhe e mësuar të merrte atë që donte. Kur erdhi koha për të marrë anën nga shkolla, Marko u ndërrua në dhomën e zhveshjes së spitalit. Veshi pantallonat e tij më të mira dhe një këmishë që e ruante për raste të veçanta. Nuk ishin rroba elegante, por ishin të pastra dhe të hekurosura mirë. Ana e priste në derën e shkollës e veshur me fustanin e saj më të mirë, atë që e përdorte vetëm për festa të rëndësishme. Ajo I kishte krejur flokët me kujdes dhe dukej si një zonjush e vogël. A jam e bukur, babi? Je e mrekullueshme, princesh. Në taksin që Roza kishte dërguar, Ana vëzhgonte rrugët e Tiranës që kalonin nga dritarja. Teksa afroheshin në lagjen fisnike ku banonte Olta, ndërtesat bëheshin më të mëdha dhe më luksoze. Babi, a jeton zonja në një pallat? Jo saktësisht, por është një shtëpi shumë e bukur. Kur mbërritën në ndërtesën e banimit, Ana u impresionua nga portieri me uniform, holli me mermer dhe lambadar kristali. Ishte një botë krejtësisht ndryshe nga ajo që ajo njihte. Marko sallën dhe Ana për të vizituar Oltën Alianca, I tha Marko portierit. Ata tashmë po presin. Penthose, kati I fundit. Në ashensor, Ana e mbajti fort dorën e të atit. Jam pak nervoze, babi. Edhe unë, shpirti im. Por mbaj mend, ne jemi njerëz të mirë dhe nuk kemi asgjë për të fshehur. Kur dyert e ashensorit u hapën direkt në penthose, Ana lëshoi një vuaj të vogël admirimi. Dhoma e ndenjes ishte më e madhe se gjithë apartamenti I tyre, me dritare të mëdha që ofronin një pamje panoramike të Tiranës. Roza I priti në derë. Marko, Ana, mirë se vini. Olta ju pret në sallon. Kur Marko dhe Ana hynë në sallon, Olta u ngrit ngadalë nga divani. Ajo ishte ende pak e brish nga aksidenti, por prania e saj ishte imponuese gjithsesi. Për një moment, të dy të rriturit thjesht u panë, secili duke u përpjekur të deshifronte tjetrin. Ana, megjithatë, theu heshtjen me spontanitetin e saj fëmijëror. Zonja jeni shumë e bukur, tha ajo, duke buzëqeshur. Dukeni si një princesh e vërtet. Olta buzëqeshi, vërtet e prekur nga pafajësia e fëmijës. Faleminderit, Ana. Edhe ti je shumë elegante. Marko vëzhgoi ndërveprimin me kujdes. Kishte një butësi në buzëqeshjen e Oltës që kontrastonte me imazhin publik të biznesmenes së pamëshirshme. Ju lutem, ulni, tha Olta, duke bërë shenjë drejt divanit para saj. Do të doja të ndiheshit si në shtëpinë tuaj. Por edhe kur u ulën, Marko mbante një qëndrim formal dhe të vëmendshëm. Olta vuri re tensionin e tij dhe vendosi t'i drejtojë situatës drejt për drejt. Marko, dua që të dish se ky nuk është një takim biznesi. Është thjesht një bisedë mes njerëzve që ndan një moment shumë të veçantë. Kuptoj, u përgjigj Marko, ende I kujdesshëm. Ti më shpëtove jetën. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për të shprehur mirënjohjen time. Ana e shikoi të atin me krenari. Babi gjithmonë I ndihmon njerëzit, tha ajo. Prandaj ai është heroi im. Olta buzëqeshi, duke ndjerë diçka të lëvizte në zemrën e saj me deklaratën e sinqertë të fëmijës. Kishte vite që nuk bashkëjetonte me kaq pastërti dhe ndershmëri. Roza shërbeu lëng natyral për anën dhe kafe për të rriturit, duke krijuar një ambient më të çliruar. Ana ishte e magjepsur me dekorimin luksos të penthose, veçanërisht me pikturat në mure dhe pamjen spektakolare të Tiranës. Ana, mund të eksplorosh pak nëse dëshiron, ofroi Olta. Atje ka një bibliotekë dhe gjithashtu një dhomë me pamje nga parku. Ana shikoi të atin, I cili pohoi me kokë me një buzëqeshje. Ajo u ngrit me edukat dhe shkoi të zbulonte mrekullitë e shtëpisë, duke I lënë të dy të rriturit të bisedonin me më shumë privatësi. Ajo është një fëmijë e mrekullueshme, tha Olta, duke vëzhguar Anën që ekzaminonte me kujdes një raftull I brash. Është gjithë bota ime, u përgjigj Marko, dhe për herë të parë Olta mund të vërente butësinë e vërtet në zërin e tij. Roza më tha se keni qenë inxhinier. Duhet të jetë e vështirë të jesh larg profesionit që do. Marko u ngurtësua pak. Gjërat ndryshojnë. Jeta na çon në rrugë që nuk I planifikojmë. Por inxhinieria nuk është diçka që braktiset lehtësisht. Është një profesion. Ndonjëherë rrethanat na detyrojnë të heqim dorë nga profesionet. Olta vuri re se po prekte një plagë të ndjeshme, por kurioziteti I saj ishte më I fortë. A mund të pyes çfarë ndodhi?
Marko mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke debatuar brenda vetes nëse duhej të ndante historinë e tij. Kishte diçka në sinqeritetin e Oltës që gradualisht e çarmatoste. Kam punuar si inxhinier I lartë në një kompani kondicionimi për 8 vjet, filloi ai, duke shikuar nga dritarja. Isha përgjegjës për sistemet e ndërtesave të mëdha tregtare dhe rezidenciale. Dhe çfarë ju bëri të largoheshit nga ky pozicion? Zbulova parregullsi të rrezikshme në projekte. Mirëmbajtje që nuk bëheshin siç duhet, materiale me cilësi të ulët që përdoren në sisteme kritike. Denoncova gjithçka të eprorët e mi. Olta u përkul përpara, e interesuar. Dhe ata nuk bën asgjë? Po, bën. Më pushuan nga puna për sjellje të papërshtatshme dhe shpërndan thashë theme për kompetencën time profesionale. Brenda disa muajsh, reputacioni im ishte shkatëruar në treg. Shpreja e Oltës u errësua. Ajo e njihte mirë këtë lloj situate në botën korporative. Kjo është e tmerrshme. Dhe gruaja juaj, si e përballoi gjithë këtë? Marko ndaloi, kujtimet e dhimbshme duke u rikthyer. Gruaja ime ishte e sëmur në atë kohë. Stresi I situatës, humbja e stabilitetit ton financiar, ajo nuk e përballoi. Humbëm shtëpinë, planet tona, ëndrat tona. Më vjen keq, tha Olta, vërtet e prekur. Duhet të ketë qenë shkatëruese të humbisje gjithçka në të njëjtën kohë. Më e keqja nuk ishte humbja e punës apo shtëpisë, vazhdoi Marko, zëri I tij duke u bërë më I ulët. Më e keqja ishte të dija se mund të kisha shpëtuar jetë nëse denoncimi im do të ishte marrë seriozisht. 2 vjet më vonë, ndodhi një incident në një nga ndërtesat që unë kisha denoncuar. Dështim në sistemin e emergjencës. Fatmirësisht askush nuk u lëndua rënd, por mund të kishte qenë një tragjedi. Olta ndjeu një shtrëngim në stomak. Histori të tilla e shqetësonin thellësisht, veçanërisht sepse ajo e dinte se sa e pamëshirshme mund të ishte bota korporative me sinjalizuesit. Dhe që atëherë nuk keni mundur të ktheheni në inxhinieri? Kam provuar disa herë. Por tregu këtu në Tiranë është I vogël. Të gjithë njohin të gjithë dhe historia ime u përhap shpejt. Olta u mendua. Si quhej kompania? Marko hezitoi. Zgjidhje Klimatek. Ishte një nga më të mëdhat në rajon para se të shitej. Emri I tingëlloi I njohur Oltës, por ajo nuk arriti të lokalizonte menjëherë ku e kishte dëgjuar. Dhe tani po e rifillon jetën me anën. Po ndërtojmë diçka të re, më të thjeshtë. Ajo nuk e mban mend si ishte më parë, kështu që për të kjo është jeta jonë normale. Në atë moment, Ana u kthye me vrap nga biblioteka, me sytë që I shkëlqenin nga emocionet. Shiko, babi. Ajo ka librin për ura që the se doje ta lexoje. Marko u befasua. Si e dije për këtë libër? E përmende kur po kalonim urën e re të qytetit. The se doje të lexoje për mënyrën si ishte ndërtuar. Olta u prek nga vëmendja e Anës ndaj detajeve dhe interesit të atit. Mund ta merrni librin hua. Kam edhe disa të tjerë për inxhinieri. Nuk kemi nevojë. Marko, Olta e ndërpreu butësisht. Më lër ta bëj këtë. Është më e pakta që mund të ofroj. Ana shikoi mes babait dhe Oltës duke ndjer tensionin në ajër. Babi, a mund ta mbaj librin? Premtoj se do të kujdesem mirë për të. Marko nuk mund t'i rezistonte shikimit plot shpresë të vajzës. Mirë, por do ta kthesh në gjendje perfekte. Premtoj. Roza, e cila kishte vëzhguar diskretisht bisedën, u afrua. Olta, nuk duam t'i marrim më shumë kohë Markos dhe Anës. Në fakt, tha Olta, do të doja t'ju ftoja për darë. Nëse nuk keni plane të tjera. Marko hezitoi. Nuk duam t'ju shqetësojmë. Nuk është shqetësim. Ka shumë kohë që nuk kam pasur një bisedë kaq interesante. Ana shikoi të atin me sy lutës. Të lutem, babi? Shtëpia e saj është kaq e bukur. Marko buzëqeshi, I mposhtur nga emocionet e vajzës. Nëse nuk është vërtet shqetësim. Shkëlqyeshëm. Roza, a mund të kërkosh të përgatitet diçka e veçantë për darkë? Ndërsa Roza doli për të bërë rregullimet, Olta ndjeu një lumturi të vërtetë që nuk e kishte provuar prej vitesh. Kishte diçka tek ai burr I ndershëm dhe vajza e tij e adhurueshme që zgjonte tek ajo ndjenja që mendonte se I kishte humbur përgjithmonë. Marko, nga ana e tij, filloi të ulte mbrojtjet e tij.
Ndoshta ajo grua e fuqishme ishte ndryshe nga ajo që priste. Ndoshta ai takim mund të nënkuptonte vërtet një mundësi të re për të dhe anën. Ajo që asnjëri prej tyre nuk e imagjinonte ishte se jetët e tyre ishin gati të ndërthureshin në një mënyrë shumë më të thellë se sa një thjesht mirënjohje për një dhurim gjaku. E shkuara dhe e tashmja ishin vetëm disa ditë larg përplasjes në një mënyrë që do të ndryshonte gjithçka për gjithmonë. Gjatë darkës, Ana ma gjepsi Oltën me historitë e saj nga shkolla dhe ëndrat e saj për të ardhmen. Marko, gradualisht, filloi të hapte më shumë, duke folur për projektet e tij të vjetra dhe idetë e tij për përmirësime në sistemet e ndërtesave. Olta thifte çdo fjalë, e impresionuar nga njohuritë teknike dhe vizioni i tij inovator. Më impresionuese ishte modestia e tij dhe mënyra si gjithmonë e ridrejtonte fokusin te Ana dhe e ardhmja e saj. Kur mbaroi nata, si Marko ashtu edhe Olta e dinin se ky ishte vetëm fillimi i diçkaje shumë të veçantë. Mëngjesin tjetër, Olta u zgjua me mendjen e trazuar. Biseda e natës së kaluar me Markon kishte zgjuar tek ajo një kuriozitet që shkonte shumë përtej mirënjohjes. Kishte diçka në emrin e kompanisë që ai kishte përmendur, Zgjidhje Klimatek, që vazhdonte ta shqetësonte. Ndërsa pinte kafe në balkonin e penthouserit të saj, ajo telefonoi Rozën. Roza, kam nevojë të bësh një kërkim diskret për një kompani të quajtur Zgjidhje Klimatek. Dua të di gjithçka rreth saj, veçanërisht për një blerje të mundshme në vitet e fundit. A mund të pyes pse? Është lidhur me Markon. Ai punonte atje para se të pushojë nga puna. Kuptoj. Do të filloj të hetoj menjëherë. Olta e mbylli telefonatën dhe qëndroi duke parë qytetin që zgjohej poshtë. Kishte kaluar natën duke menduar për historinë e Markos, për padrejtësinë që ai kishte pësuar dhe veçanërisht për shkëlqimin në sytë e Anës kur ajo fliste për të ardhmen. Nuk ishte e zakonshme që Olta të përfshihej emocionalisht me njerëz jashtë rrethit të saj të biznesit, por kishte diçka tek ata të dy që e prekte thellësisht. Ndoshta ishte autenticiteti që prej kohësh kishte humbur nga jeta e saj. Ndërkohë, Marko mbërriti në spital me një humor të ndryshëm. Ana kishte kaluar gjithë mëngjesin duke folur për princeshën Olta dhe për sa e bukur ishte shtëpia e saj. Sado që përpiqej të mbante këmbët në tokë, Marko nuk mund të mohonte se takimi i natës së kaluar kishte zgjuar tek ai një shpresë që kishte fjetur prej vitesh. Babi, kur do ta vizitojmë sërish zonjën Olta, pyeti Ana rrugës për në shkollë. Nuk e di nëse do ta vizitojmë sërish, princesh. Pse jo? Ajo ishte shumë e sjellshme me ne. Ndonjëherë njerëzit duan të na takojnë vetëm një herë për të falënderuar. Ana u mendua. Por ajo dukej se na pëlqente. Dhe mua më pëlqeu shumë ajo. Marko buzëqeshi duke pranuar se edhe atij i kishte pëlqyer më shumë se sa priste. Do të shohim, shpirti im. Në spital, Marko u përpoq të përqendrohej në punë, por mendimet e tij vazhdimisht ktheheshin te biseda me Oltën. Kishte diçka në mënyrën si ajo e shikonte, sikur po shite përtej situatës aktuale, që e intrigonte dhe në të njëjtën kohë e frikësonte. Dërgashi ju afrua gjatë pushimit. Marko, si ishte takimi me biznesmenen? Më mirë se sa prisja. Ajo është ndryshe nga ajo që imagjinoja. Ndryshe si? Më njerëzore. Më e sinqertë. Dhe ajo ofroi ndonjë kompensim? Marko hezitoi. Ajo foli për mundësi, por asgjë konkrete ende. Mirë për ty Olta, Alianca ka një reputacion të shkëlqyer në treg. Nëse ajo është e interesuar t'ju ndihmoj, mund të jetë një shans i madh. Ndërkohë, Roza po përfundonte hetimin e saj dhe ndihej gjithnjë e më e shqetësuar me atë që zbulonte. Nuk kishte më dyshime, Marko ishte inxhinieri që ishte padrejtësuar nga Zgjidhje Klimatek dhe korporata Alianca e kishte bler kompaninë duke ditur për problemet ligjore dhe etike të përfshira. Më shqetësuese ishte, në dosjet e blerjes kishte përmendje të çështjeve ligjore të pazgjidhura dhe marrëveshjeve të konfidencialitetit të lidhura me një rast denoncimi të brendshëm që ishte zgjidhur siç duhet. Roza vazhdoi të hetonte dhe zbuloi se rasti përfshinte një inxhinier që ishte pushuar nga puna për sjellje të papërshtatshme, pasi kishte bërë pretendime për parregullsi sigurie. Emri i inxhinierit ishte censuruar në dokumente, por datat përputheshin saktësisht me historinë që Marko kishte treguar. Me zemër të shtrënguar, Roza kuptoi situatën e tmerrshme në të cilën ndodheshin. Kompania e Oltës kishte bler të njëjtën kompani që kishte shkatëruar jetën e Markos dhe me sa duket kishte qenë bashkëfajtore në mbulimin e situatës.
Roza kaloi gjithë mëngjesin duke debatuar nëse duhej t'i tregonte menjëherë Oltës apo të hetonte më shumë para. E njihte shefen e saj prej vitesh dhe e dinte se ajo do të shkatërrohej kur të zbulonte se kompania e saj kishte marrë pjesë në një padrejtësi. Më në fund, vendosi të hetonte pak më shumë para se të tregonte gjithçka. Duhej të ishte absolutisht e sigurt për faktet para se të zbulonte një informacion kaq delikat. Në pasdite, Olta telefonoi Markon. Ajo vetë u befasua nga impulsi, por donte të dëgjonte sërish zërin e tij. Marko. Jam Olta. Si jeni sot? Olta. Jam mirë, faleminderit. Po ju? Më mirë çdo ditë. Dëgjo, po mendoja dje përmendet se do të dëshironit të ofronit më shumë mundësi për Anën. Çfarë thua nëse ajo do të njihte disa nga kompanitë e grupit? Mund të ishte interesante për të shite fusha të ndryshme profesionale. Marko u befasua nga ftesa. Kjo është shumë e sjellshme nga ana juaj, por nuk duam të abuzojmë me bujarinë tuaj. Nuk është abuzim. Është një mënyrë për të shpërblyer gjithçka që bëte për mua. Përveç kësaj, pranoj se më pëlqeu shumë shoqëria juaj dje. Ana do të ishte e kënaqur. Shkëlqyeshëm. Çfarë thua për të shtunën? Mund t'i tregoj disa zyra, laborator, ndoshta qendrën e trajnimit teknik. Qendra e trajnimit teknik? Po, kemi një qendër ku ofrojmë kurse të kualifikimit profesional. Përfshir inxhinierin. Marko mbeti në heshtje për një moment. Ju keni kurse inxhinierie? Po, kemi. Është pjesë e programit ton të përgjegjësisë sociale. Ofrim ricertifikim dhe përditësim profesional për njerëzit që duan të rifillojnë karrierat në fusha teknike. Kjo është interesante. Marko, a mund të flas sinqerisht me ty? Sigurisht. Një burr me dijenin dhe integritetin tuaj nuk duhet të humbas në sistem. Nëse keni interes të ktheheni në inxhinieri, ndoshta mund të flasim për mundësi. Marko ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Olta, kam provuar disa herë. Reputacioni im në treg. Dhe nëse them se reputacioni mund të rindërtohet, veçanërisht kur personi ka kompetencë të provuar dhe karakter të padiskutueshëm? Vërtet besoni në këtë? Besoj. Dhe kam burime për të ndihmuar që kjo të bëhet realitet. Marko e mbylli telefonatën me një përzierje shprese dhe kujdesi. Një pjesë e tij donte të besonte se më në fund fati i tij po ndryshonte, por një pjesë tjetër kishte frikë se ishte shumë mirë për të qenë e vërtetë. Ndërkohë, Roza po finalizonte hetimin e saj dhe ndihej gjithnjë e më e shqetësuar me atë që zbulonte. Nuk kishte më dyshime, Marko ishte inxhinieri që ishte padrejtësuar nga zgjidhje klimatek dhe korporata Alianca e kishte bler kompaninë duke ditur për problemet ligjore dhe etike të përfshira. Më keq akoma, në dokumentet e brendshme të blerjes kishte rekomandime për të mbajtur marrëveshjet e heshtjes me ish punonjësin problematik për të shmangur ekspozimin ligjor të panevojshëm. Roza kuptoi se ishte përballë një dileme të tmerrshme. Si t'i tregonte Oltës se kompania e saj kishte qenë bashkëfajtore në shkatërimin e jetës së burrit që ajo po fillonte të admironte? Në fund të ditës, Roza mori guximin dhe telefonoi Oltën. Olta, kam nevojë të flas me ty për diçka shumë serioze. Është rreth kërkimit që kërkove për zgjidhje klimatike. Mund të flasësh. Është më mirë të flasim personalisht. Është e komplikuar. Në rregull. Eja në shtëpinë time tani. Një orë më vonë, Roza ishte ulur në sallonin e Oltës me një dosje plot me dokumente. Shpreha e saj serioze menjëherë e lajmëroi Oltën se diçka ishte shumë gabim. Çfarë zbulove, Roza? Zgjidhje klimatek u ble nga filialja jon Sistemet Alianca 3 vjet më parë. Olta rudhi ballin. Filialja jon? Por atëherë. Po. Ne blëm kompaninë ku punoi Marko. Dhe? Roza mori frym thellë. Dhe me sa duket e blëm duke ditur për problemet që ai kishte denoncuar. Ka dokumente që vërtetojnë se ne mbajtëm marrëveshjet e konfidencialitetit që e pengonin Markon të fliste për atë që kishte zbuluar. Olta u zbe. Po thua se kompania jon ishte bashkëfajtore në atë që i ndodhi atij? Jo vetëm bashkëfajtore. Ne e përjetësuam padrejtësinë. Mbajtëm marrëveshjet që mbronin kompaninë dhe dëmtonin Markon. Olta u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke u përpjekur të përpunonte informacionin.
Je absolutisht e sigurt për këtë? Fatkeqësisht, po. Këtu janë të gjitha dokumentet. Olta shfletonte letrat me duar të dridhura. Çdo faqe konfirmonte makthin që Roza kishte zbuluar. Kompania e saj, ajo që ajo drejtonte me aq krenari, kishte qenë përgjegjëse për të mbajtur një burr të ndershëm larg profesionit të tij. O Zot, murmuriti ajo. I fola për mundësi, për rindërtimin e karrierës së tij dhe gjatë gjithë kohës kompania ime ishte përgjegjëse për shkatërimin e saj. Olta, ti nuk e dije. Kjo blerje u bë kur ti ishe e fokusuar në zgjerimin ndërkombëtar. Ndoshta as nuk kaloi në tavolinën tënde. Kjo nuk më çliron nga përgjegjësia, Roza. Marko më shpëtoi jetën dhe unë zbulova se kompania ime shkatërroi të tijën. Olta u ul rënd në divan duke ndier peshën e zbulimit. Si do ta shikoj atë duke ditur këtë? Si do ta shikoj anën duke ditur se ne jemi përgjegjës për vështirësitë që ajo përballon? Olta, ti ke një shans për ta rregulluar këtë. Si? Dëmi tashmë është bërë. Gruaja e tij është larguar, karriera e tij u shkatërrua, ata humbën gjithçka. Por ti mund t'i japësh atij atë që i është marrë. Ti mund të rivendosësh karrierën e tij, reputacionin e tij. Olta mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke shikuar nga dritarja qytetin që e donte aq shumë. Roza, anulo të gjitha angazhimet e mia për nesër. Duhet të mendoj për këtë. Po Marko, për momentin nuk do t'i themi asgjë. Duhet të vendos së pari si do ta trajtojmë këtë situatë. Roza pohoi me kokë dhe u përgati të largohej, por Olta e thiri sërish. Roza? Po. Faleminderit që zbulove të vërtetën. Edhe pse është e dhimbshme. Kur Roza doli, Olta mbeti vetëm me mendimet e saj dhe një ndjenjë fajësie dërmuese. Burri që i kishte shpëtuar jetën ishte dëmtuar nga kompania e saj. Ironia e situatës ishte e hidhur dhe e dhimbshme. Atë natë, Olta nuk arriti të flinte. Qëndroi në balkon duke vëzhguar dritat e Tiranës dhe duke menduar për Markon dhe Anën. Si mund t'i përballonte duke ditur të vërtetën? Si mund të bënte paqe me ndërgjegjen e saj? Ndërkohë, Marko gjithashtu kalonte natën zgjuar, por për arsye krejtësisht të ndryshme. Për herë të parë pas vitesh, ai lejoi vetes të ëndërronte për një të ardhme më të mirë. Olta kishte folur për mundësi për rindërtimin e karrierave. Ndoshta, më në fund, fati i tij po ndryshonte. Ajo që ai nuk e dinte ishte se jeta e tij ishte gati të merrte një drejtim që ai kur nuk mund ta kishte imagjinuar, dhe se gruaja që kishte filluar të admironte po përballej me dilemën më të madhe etike të jetës së saj. Olta kaloi 3 ditë në izolim, duke anuluar takime të rëndësishme dhe duke shmangur kontaktin me Markon. Roza u përpoq ta ngushëllonte, por ajo ishte e konsumuar nga faji dhe përgjegjësia morale që kishte zbuluar se mbante. Të enjten në mëngjes, Ana telefonoi në penthouse. Ajo kishte marrë numrin nga Roza dhe, me spontanitetin e fëmijëve, vendosi të telefononte direkt Oltën. Alo? Zonja Olta? Olta e njohu menjëherë zërin e ëmbël. Ana. Çfarë surprize e bukur. Si e more numrin tim? Zonja Roza ma dha kur u takuam në spital dje. Babi po punonte dhe unë shkova me të. Dhe si jeni? Jemi mirë. Babi po studion shumë në librat që ju i huazuat. Ai qëndron deri vonë duke lexuar për ura dhe ndërtesa. Olta ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Marko po përgatitej, ndoshta duke pritur mundësitë që ajo i kishte premtuar, pa ditur se kompania e saj ishte përgjegjëse për vështirësitë e tij. Ana, a mund të flas me babin tënd? Ai është në spital duke punuar. Por a mund t'i jap një mesazh? Mund t'i thuash se do të doja shumë t'ju shija të shtunën? Kisha premtuar të tregoja qendrën e trajnimit. Seriozisht? Babi do të jetë shumë i lumtur. Ai ishte paksa i trishtuar sepse ju nuk telefonuat më. Pafajësia e Anës preu si një te në zemrën e Oltës. Isha e zënë duke zgjidhur disa probleme të rëndësishme. Por tani dua shumë t'ju shoh. Edhe unë. Kam një vizatim të ri për t'ju treguar. Kur Olta e mbylli telefonatën, kishte lot në sy. Roza, e cila kishte dëshmuar telefonatën, ju afrua. Do t'u tregosh atyre? Po. Nuk mund të vazhdoj të jetoj me këtë gënjeshtër me anashkalim. Si planifikon ta bësh këtë? Ende nuk e di.
por së pari do t'i tregoj Anës qendrën e trajnimit siç premtova. Pastaj do të bisedoj me Markon privatisht. Të shtunën, Marko mbërriti në zyrën qendrore të korporatës Alianca i veshur me një kostum të ri. Ana e shoqëronte, duke kërkuar nga emocionet që ta shite të veshur si një princ, siç kishte thënë ajo. Olta i priti personalisht dhe këtë herë nuk kishte tension në ajër, vetëm shpresë dhe vendosmëri. Gati për të filluar një fazë të re, pyeti ajo. Më shumë se gati, u përgjigj Marko, duke buzëqeshur sinqerisht për herë të parë pas javësh. Muajt në vijim ishin intensiv. Olta i mbajti të gjitha premtimet e saj. Marko u reintegrua zyrtarisht si inxhinier i lartë, me pagë të përshtatshme dhe një deklaratë publike nga kompania që njihte gabimin historik. Më e rëndësishmja, parregullsitë që ai kishte denoncuar u korrigjuan më në fund në të gjitha ndërtesat e prekura. Ana u regjistrua në një shkollë private të shkëlqyer, ku talenti i saj natyror për shkencat eksakte lulëzoi. Ajo filloi të frekuentonte kompaninë rregullisht, gjithmonë kurioze për projektet në të cilat punonte ati. Por ndryshimet më të rëndësishme ishin personale. Marko dhe Ana u zhvendosën në një apartament më të madh pranë kompanisë. Olta filloi t'i vizitonte rregullisht dhe gradualisht u bë pjesë e rutinës familjare. Ana ishte ajo që e vuri re e para se të rriturit po binin në dashuri. Me mbretësinë e fëmijëve, ajo filloi të bënte komente se sa bukur do të ishte nëse Olta do të ishte nëna e saj e zemrës. Një pasdite të shtunë, 3 muaj pas ribashkimit, Olta po ndihmonte Anën me një projekt shkollor për ura kur vajza bëri një pyetje të drejtë për drejtë. Zonja Olta, a e pëlqeni babin tim? Olta ndaloi së shkruari dhe shikoi fëmijën. E pëlqej shumë. Pse? Sepse edhe ai ju pëlqen shumë. Ai është i lumtur kur ju vini këtu. Vërtet? Po. Dhe unë jam e lumtur gjithashtu. Ju jeni si një familje për ne tani. Atë natë, pasi Ana zuri gjumi, Marko dhe Olta biseduan në salon. Pyetja e vajzës kishte thyrë një barierë të padukshme mes tyre. Ana bëri një vëzhgim interesant sot, filloi Olta. Për çfarë? Për ne. Për familjen. Marko u kthye nga ajo në divan. Olta, këta muaj kanë qenë më të mirët e jetës sime prej shumë kohësh. Jo vetëm profesionalisht, por edhe personalisht. Edhe për mua. Ana ka nevojë për stabilitet, për njerëz të cilëve mund t'u besoj plotësisht. Po ti? Çfarë të duhet ty? Marko e shikoi në sy. Dikush që ta doj Anën aq sa e dua unë. Dikush që të kuptoj se ajo gjithmonë do të jetë prioriteti im. Dhe nëse them se ajo tashmë është bërë prioriteti im gjithashtu, atëherë ndoshta mund të flasim për ndërtimin e diçkaje të përhershme së bashku. Olta i u afrua atij. Marko, jam e dashuruar me ju të dy. Për herë të parë në jetë, kuptoj se çfarë do të thotë vërtet familje. Edhe pse e di që vjen me përgjegjësi të mëdha, Ana nuk është thjesht një fëmijë e ëmbël. Ajo ka makthe ndonjëherë rreth kohës kur humbëm shtëpinë. Ajo ka nevojë për shumë siguri emocionale. Veçanërisht për këtë. Dua të jem ajo siguri për të. Dua të jem ajo që ju të dy meritoni të keni pasur gjithmonë. Marko e puthi atë atëherë butësisht me gjithë dashurinë dhe mirënjohjen që ndjente. Kur u ndan, të dy po qanin. 6 muaj më vonë, në një ceremoni të thjeshtë por emocionuese, Marko dhe Olta u martuan. Ana ishte shoqëruesja e nusës, rrezatuese me një fustan që ajo vetë ndihmoi ta zgjidhte. Gjatë betimit, Olta ju drejtua jo vetëm Markos, por edhe Anës. Premtoj t'ju dua dhe t'ju mbroj të dyve për pjesën tjetër të jetës. Premtoj të jem nëna që Ana meriton dhe shoqja që Marko gjithmonë ka ndëruar të ketë. Ana, e cila mbante unazat, përshpëriti aq fort sa të gjithë e dëgjuan, tani jemi një familje e vërtetë. E qeshura e emocionuar e të ftuarve jehoi në kapelen e vogël. 2 vjet më vonë, Marko ishte në majtë të kampusit të ri teknologjik që kishte projektuar për korporatën Alianca. Ishte një projekt inovativ, i qëndrueshëm dhe i sigurt, duke përfshirë të gjitha mësimet që kishte mësuar gjatë karrierës së tij. Ana, tani 10 vjeç, ishte bërë një nxënëse e shkëlqyer dhe kishte zhvilluar një pasion për arkitekturën. Ajo kalonte orë të tëra duke vizatuar ndërtesa dhe ura, gjithmonë duke pyetur të atin për teknikat e ndërtimit. Olta kishte transformuar jo vetëm jetët e tyre, por edhe kompaninë e saj.
Ajo implementoi politika të rrepta transparence dhe etike, duke u bërë referencë në treg për praktikat korporative të përgjegjshme. Një pasdite me diell, të tre ishin në kopshtin e shtëpisë së re që kishin blerë së bashku. Ishte një shtëpi me obor të madh ku Ana mund të luante dhe një zyrë ku Marko mund të punonte në projektet personale. Babi, mami Olta, tha Ana, duke përdorur titullin që kishte filluar ta përdorte natyrshëm. E dini cila është pjesa më e mirë e të qenit familja jon? Cila është, princesh, pyeti Marko. Është se ne ndihmojmë njëri tjetrin. Si kur u takuat në spital. Babi ndihmoi mamin dhe pastaj ajo na ndihmoi ne. Dhe tani të gjithë ne ndihmojmë njëri tjetrin. Olta përqafoi vajzën, duke ndjerë zemrën t'i mbushej me dashuri. Pikërisht ashtu, shpirti im. Kështu bëjnë familjet. Marko shikoi dy gratë më të rëndësishme të jetës së tij dhe buzëqeshi. Kishte ditë kur ende nuk besonte se si kishte ndryshuar jeta e tij. Nga një burr i thyer dhe i vetmuar, ai ishte bërë pjesë e një familjeje të dashur dhe i realizuar profesionalisht. E dini çfarë mendoj unë, tha ai, duke i përqafuar të dyja. Mendoj se ndonjëherë universi komploton për të vënë njerëzit e duhur në momentin e duhur. Si kur dhuruat gjak, pyeti Ana. Pikërisht si kur dhurova gjak. Olta buzëqeshi, duke kujtuar atë pasdite me shi që kishte ndryshuar gjithçka. Dhe e dini çfarë është më e pabesueshme? Gjithçka filloi me një akt të thjeshtë mirësie. Dhe përfundoi me dashuri, shtoi Marko. Nuk përfundoi, korrigjoi Ana. Vazhdon çdo ditë. Ajo kishte të drejtë. Dashuria vazhdonte të rritej çdo ditë, në çdo gest të dashur, në çdo arritje të përbashkët, në çdo moment kur zgjidhnin të ishin një familje. Atë natë, kur Ana flinte e qetë në dhomën e saj të dekoruar me vizatime urash dhe ndërtesash, Marko dhe Olta u përqafuan në balkon, duke shikuar dritat e Tiranës. Ke ndonjë pendim? Pyeti Marko. Vetëm që nuk ju kam njohur më parë, u përgjigj Olta. Po ti? Asnjë. As për vitet e vështira. Ata më mësuan të vlerësoj atë që vërtet ka rëndësi. Dhe çfarë vërtet ka rëndësi? Familja. Integriteti. Dhe guximi për të bërë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë. Olta puthi burrin e saj butësisht. Të dua, Marko Sallën. Dhe unë të dua ty, Olta Sallën. Po, ajo kishte ndryshuar mbiemrin. Për herë të parë në jetë, ajo donte të bëhej pjesë e diçkaje më të madhe se kompania e saj, më e madhe se bizneset e saj. Donte të bëhej pjesë e një familjeje. Dhe diku në Tiranë, po atë natë, një person tjetër ndoshta po përballej me vështirësi, duke pasur nevojë për një shans të dytë, për një akt mirësie që do t'i ndryshonte jetën. Sepse ndonjëherë, siç kishte thënë Ana, gjithçka që i duhet botës janë njerëz që ndihmojnë njëri tjetrin, që bëjnë gjën e duhur, që besojnë në fuqinë transformuese të dashurisë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markos, Oltës dhe Anës t'i ketë prekur thellë zemrat tuaja. Ky udhëtim na tregon se si një gjest i thjeshtë mirësie mund të transformojë jetë të tëra dhe si dashuria e vërtet mund të shërojë plagë që dukeshin të pamundura për t'u shëruar. Për të vazhduar të përjetoni këto emocione, kemi përgatitur një listë dëgjimi të veçantë me histori po aq magjepsëse që eksplorojnë fuqinë e shpengimit dhe familjes. Gjeni atë duke klikuar këtu pranë. Nëse kjo narrativ ka zgjuar diçka të veçantë tek ju, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini pëlqimin tuaj në video. Çdo ditë sjellim histori unike që festojnë kompleksitetin dhe bukurinë e jetës njerëzore. Na tregoni në komente, cili moment i historisë ju emocionoi më shumë. Jemi të etur të lexojmë reflektimet tuaja dhe të vazhdojmë të ndajmë këto udhëtime emocionale me ju.